Më thoni pak çfarë ka ndodhur në fermën tuaj? Në fermën tonë dje ka ndodhur një përmbytje nga bllokimi i kanalit aty sipër fermës sonë, sipër stallës, ka shpëthyer gjithë ujë dhe është përmbytur stalla dhe ka ngordhur të gjithë, pothuajse të gjithë zogjt, mbi 700 krerë. Kanë qenë pula dhe këndeza të rritur. Na është bërë një dëm shumë i madh, mbi 10 milion lekë të vjetra. Plus tagjia është lagur e gjitha, ka dalë jashtë përdorimit. E gjitha kjo ka ardhur nga bllokimi i kanalit, vetëm për një pastrim kanali. Gjithmonë bie shi këtu, po si vjet nuk është pastruar, po bë viti i tretë që nuk është pastruar kanali. Mund ta shikoni dhe vetë aty jashtë, nuk është vend dorë fare. Përmbytje të tillë keni hasur gjatë këtyre viteve apo asnjëherë si kjo? Kemi hasur para 10 viteve dhe prap një përmbytje të tillë, edhe atëherë na u bë goxha dëm, po më vonë pastaj filluan po pastroheshin kanalet, po këtë herën e fundit po them ka 3 vjet që nuk është pastruar kanali aty. Do ta shikoni vetë, është i mbuluar me ferra, me e gjithë ujë ç'a vin bashkë me mbeturinat ande nga fshati, është përmbytur gjithë toka dhe siç e shikoni vetë, gjithë ky dëm është bërë këtu. Çfarë kërkoni sot? Po nuk e di si funksionon, thash herën e parë nuk na u dëmshpërblye asnjë gjë. Besoj duhet të ketë një fond, Ministria e Bujqësisë, Bashkia, nuk e di, që të na shpërblehet gjithë mundi që kemi hedhur këtu. Ekonomia juaj varet vetëm? Po gjithçka ja e shikoni vetë këtu, nuk mund të punosh më tani, ta ngresh veten, të fillosh edhe një biznes nga fillimi. Nuk është fatkeqësi natyrore, është nga neglizhenca për të pastruar kanalet kulluese. Faleminderit. Një sekondë, Rezanto. Ku do ta bëjmë intervistën? Ja ku ti bumbi. Opa. Ja ku. Si do. Ajo uji i kanalit këtu, kanalet kanë qenë pa pastruara. Ja ku janë gjitha të ngordhura. Ka pasur 700